Kursi real i këmbimit të denarit është përforcuar, gjë që reflektohet në konkurrencën e ekonomisë. Eksporti i Maqedonas është bërë shumë i shtrenjtë për partnerët tanë tregtar, tha guvernatori i ri i Bankës Popullore Trajko Slaveski. U zotua se do të marrë masa, por nuk tha konkretisht se cilat. Nuk do të ketë devalvim të denarit, kursi nuk do të ndryshojnë në një kurs fleksibël, por do të mbetet fiks, siguroi Slaveski. Значи зајакнат е денарот за 5,4% во однос на сите трговски партнери, поважните трговски партнери, а во однос на еврото, денарот има апрецирано цели 9%. Вие, претпоставам затоа што мнозинството сте економски новини, знаете дека тоа значи губење на конкурентноста на македонската економија. Република Македонија станала поскапа за нашите трговски партнери, тоа го погодува извозот, посебно оние трудоинтензивните дејности. Sipas Slaveskit, kjo është rezultati i inflacionit të lartë në vend nga nëntori i vitit 2022 deri në janar të këtij viti, 2 herë më i lartë se në Eurozonë. Ai thotë se ndryshimi do të zhduket nëse vendi kthehet në inflacion në një nivel të ngjashëm atë në Eurozonë, por ai nuk u përgjigj nëse dhe çfarë masash do të ndërmarrë Banka Popullore për të stabilizuar inflacionin. Kur u pyet nëse do të vendoset menjëherë një kurs këmbimi fleksibil, Slaveski u përgjigj se kjo nuk do të ndodhë. Фиксниот девизен курс останува, дај Боже, во догледна иднина, Република Македонија да стане членка на Европската унија и да го воведе еврото како nacionalna valuta. Sipas profesorit universitar Branimir Jovanović, konkurrenca mund të përmirësohet në 2 mënyra, përmes çmimeve më të ulta dhe cilësisë. Çmimet më të ulta të eksportit mund të arrihen përmes devalvimit dhe përmes uljes së pagave, por të dyja do të ishin katastrofike për ne. Jovanović beson se fjala devalvim duhet të fshihet nga fjalori. Мислам дека е нонсенс да се тврди дека денарот е преценет и дека е нонсенс дека за да се подобри конкурентноста треба платите да се држат ниски или да не се покачуваат. Напротив, платите мора да растат и затоа што животниот стандард на граѓаните мора да се подобрува. Ќе кажам само еден индикатор тука. Просечната плата во Македонија е само 30% од европскиот просек, а цените во Македонија се 60% од европскиот просек. Цената на храната е уште повисока, 80% од европскиот просек. Guvernatori i ri i Bankës Popullore Trajko Slaveski pas betimit solem tha se Banka Qendrore duhet të fokusohet në 3 qëllime kryesore: inflacionin e ulët dhe të qëndrueshëm, përkatësisht stabilitetin e çmimeve, qëndrueshmërinë financiare dhe përkrahjen e politikave të qeverisë.